Unë gëzimin më të madh kom pas djalin kur e kom pa gjallë. Djali nuk është i qetë, ai nuk ka qef me qëndru vetë. Në momentin që mes vetë unë e mbylli lokalin, nuk rri vetë. Kam marrë një kredin 50.000 euro, se ish numër i Serbisë ka qenë. Thonë nëse doni me u tregu ku gjendet ari, duhet me pagu. Në datën 22 nëntor të vitit 2023, në qytetin e Suharekës, pikërisht në vendin ku gjindemi tani, ka ndodhur një grabitje e cila ka trondittur publikun e gjerë. Sot do të flasim me pronarin e Argjendarisë, e cila u grabit, se si ndodhi rasti, kush ishte aty dhe çfarë po bëjnë organet e drejtësisë në lidhje me këtë rast, do ta mësoni në vazhdim. A na tregon pak a shumë rreth rastit atëherë kur ka ndodhur, cilat kanë qenë përjetimet e juaja si pronar, po në anën tjetër edhe gjendja e djalit tuaj që ka qenë prezent këto? Po, në të momente, realisht, e kemi një vetëm shumë keq se nuk kemi provu me gjona tina, nuk të tilla, nuk e kom menduar, realisht nuk e kom menduar asnjëherë që mundet mendohet që ajo. Edhe megjithëse unë kam qenë në afërsi para se me hy, unë veç e kom prit djalin më pështua. Unë gëzimin më të madh kom pas djalin kur e kom pa gjallë. Për gjona tjera materiale që jemi dëmtuar, deri sot nuk kemi kompenzuar për kërkujt, si kemi kompenzuar, as nuk kemi në informatë të rje diçka. Djali nuk është i qetë, thjesht po them nuk është i qetë, se e ka humbë sigurinë. Siguria, po thot, jo po thot, po unë edhe në shtëpi për vrej, për shumë ai nuk ka qef me qëndru vetë. Tash që aty është problemi më i madh që qysh me fillu çfarë siguri. Çfarë siguri, s'dim çysh kthehet më ajo. Kjo është ajo për moment. Po flet për djalin normalisht që janë trauma të cilat dojnë kohë. To janë trauma që i ka psuar në momentin domosdoshmë që ka ndodhur rasti. To janë trauma. Domethënë se realisht edhe atëherë ato deklaratat që i ka dhënë ai deri në momentin kur nuk kanë filluar gjujtjet, nuk është friguar. Po kur kanë filluar gjujtjet, ai nuk e ka ditë kush po gjun, çka po gjun, pse po gjun. Edhe çysh ka më mbaruar ajo, Domethënë se ai me një fjalë, unë e komplet që bërma kim edhe në vrasin, në atë moment. Kjo është ajo, domethënë ajo që e ka humbë sigurinë, e ka humbë besimin, domethënë që e tash s'po di, ma të tje. Prapa kamerave na tregove që faktikisht djali më nuk pranon me qëndru në lokal vetë. Absolutisht, djali ka thonë në momentin që mes vetë unë e mbylli lokalin, nuk rri vetë. Duhet patjetër ose kjo punëtorja që është, ose unë, ose dikush prej familjes me qëndru me to. Kanë qenë një shumë me majme të cilën e keni humbë për shkak të grabitjes? Në bazë të dokumenteve që i kemi nxjerrë masani, diku flitet për rreth 3 kilogramari. Parafarsisht, domethënë. Policia hetimore e krimeve të rënda që ka marrë rastin, na kanë prezantuar një herë, na kanë prezantuar një pjesë që e kanë gjetë sigurisht, a e kanë gjetë ai argjentarin në Prishtinë, a e kanë gjetë te hajnë nuk e di ku. Mirë po ajo shumë ka qenë shumë e vogël. Ajo nuk ka qenë, po them diku rreth as 10% e asaj që nuk ka marrë. Nuk është identifikuar, është në proces, është hetimet vazhdojnë këto gjona domethënë, edhe këto janë thuja domethënë ka qenë ato ditë edhe ditëshin mas ngjarjes. Prej atëherë mos kemi pas informata. Absolutisht hiç. Edhe diku mas vitit të ri, pastaj me thonë drejt më në vetë, thash këta masi po e heshtin këto, ma mirë është me marrë një avokatin në të hyjnë hetime, në të merë informata, se mos më ipshin informata kërkush. E kom angazhu një avokat, po avokati edhe atëherë më ka deklaruar që pa fillu procesi gjyqësor nuk mund të mëjë asgjë.
Ndërkaq para 2 ditësh ke edhe lajmi që ka vazhdu para burgimi 4 personave të dyshuar. E ndëgjova në televizion që pas kanë vazhdu para burgimi, domthonjë kjo unë që shpumuj me vlerësue, ky duhet me qenë hera 3 ose e 4 që ja kanë vazhdu para burgimin. Nuk e di saktë se edhe njëherë ka qenë një lajm më herët që ja kanë vazhdu për 2 muaj. Tash ja pas kanë vazhduar edhe për 2 muaj tjera, tash sa do të zgjat kjo nuk e di. Realisht në ato një javën e parë nuk kemi punuar fare, s'kemi punuar derisa i kemi rregulluar se ka pas domë edhe thymje ka pas. Mu më ka kushtuar, realisht më ka kushtuar shpenzime edhe rregullimi i domëve që më ka kushtuar. Edhe e kom marrë një kredi në 50.000 euro. Me atë kredi e kom pagu një pjesë të borxhit që e kom pas, edhe një pjesë e kom është një mall të ri që e kom marrë për me fillu punën. Edhe një pjesë të arit e kom marrë gruas teme, ja kom marrë motrës, vajzën e kom martune, ja kom marrë arin, e kom shkëni, e kom përpunu, e kom bërë stoli që me pas me fillu punën. Realisht, do më thonë, që ato jemi konë hapat e parë që kemi marrë, se na jemi konë në zero në ato momente. Afër sigurisë trupore, për shumë, nuk krahasohet. Tash unë pe kërkoj domin, se ajo është e jemja, unë pe kërkoj domin ma këthyje mallin tem, nëse është gjetë ose nëse nuk e din në çfarë mënyre bëhet kjo, po organeve me thonë me qenë ma të angazhun, me qenë me zgjedhë rastin, kur gjë tjetër. Se kjo në fillim bëni buj shumë madhe, ke një reklam shumë e madhe që jo zonën hajnat, jo kështu sene, masane u heshtë këtë, thushtë s'ka ndodhë kur gjë hiqë. Keni marrë mesazhe, kërcënime, diçka tjetër gjatë asaj kohe? Ajo ka qenë realisht jemi friguar. Realisht jemi friguar. Ka qenë një mesazh që e kanë dërguar djalit. Njëherë ka qenë telefonat. Telefonatën unë nuk e kom leju me hap, kemi qenë në shtëpi. Mbrëmje ka qenë, nuk e kom leju me hap, thash mos u merr me ta, thash, se ish numër i Serbisë ka qenë. Numri i Serbisë ka qenë. Mas telefonatës i ka shkruar mesazh. I ka thonë nëse doni me ju tregu ku gjendet ari, duhet me pagu. Edhe në atë moment e kom lajmëruar komandantin e policisë në stacion Sarikës. E kanë marrë domethënë si serioze, po edhe këta të krimeve të rënda kur ja kom përmend, ka thonë mas o mene se janë individ që domethënë mundohen me shfrytëzue situatën me këto gjona. Tash ajo mua s'kan çka marrin se unë edhe me dashmi u dhon, diçka s'kam çka jap tash më. Unë ato që i kom pasi mi kanë marrë, që kaq. Kjo ka qenë me thënë drejtën një frikë, jo, nuk po them që nuk ka qenë se tash kur dikush të shkruan mesazh për shembull në këtë formë, mundet jemi frikuar mas po bëhet ndaj kidnapim, jemi frikuar në moment, po mos e ne ka kaluar dhe s'kemi pas gjëra të tjera më.